Të nderuar të pranishëm me këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani fisnik dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me qëllim që t'ia ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e përpjekjes dhe dhënjes së mundit në rrugën e Allahut dhul xhelal, në hadithin e 100 që në dersën e kaluar e përmendëm hadithin dhe i dham një sqarim të përgjithshëm, e që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut dhul xhelal t'i përmendim mësimet dhe porositë që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ishte hadithin të cilin transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se besimtari i dobët, edhe pse në të dytë ka mirësi. Kujdesu për atë që të bën dobi dhe kërkon ndihmë te Allahu e mos u bë i paaft. E nëse të godet ndonjë send, mos thuaj kisha bë kështu, do të bëhej ashtu, por thuaj qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al, caktimi i Allahut e çka don Allahu bën, sepse po të kisha bërë kështu, je hap derën shejtanit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, pra nuk ka dilemë në vërtetësinë e këtij hadithi. Në shërimin e përgjithshëm e përmendëm në dersin e kaluar që sot t'i përmendim mësimet dhe porositë që i kanë nxjerrë ulemat nga ky hadith. Mësimi i parë është dallimi i besimtarëve mes vete në çështjen e imanit, edhe pse gjithë janë besimtar. Pra hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregon se pas ka dallim mes besimtarit të fuqishëm edhe atij që është i dobët, edhe pse dytë janë besimtar. Dhe kjo është njëra prej çështjeve të besimit islam që e kanë treguar ulemat musliman, të mbështetur në ajetet e shumta të Kur'anit fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që krejt besimtarët nuk janë një kategori. Ka besimtar me iman të fuqishëm dhe me grada të larta. Ka besimtar me iman mesatar dhe grada mesatare. Dhe ka besimtar me iman të dobët dhe grada të ulta. Dhe kjo ne e bën të qartë pas një dilemë që e parashtrojnë shpesh herë populli jon musliman në lidhje me umetin islam. Pse ata janë të dobët sot? Pse te ata ka probleme dhe trazira? Pse te ata ndodhin për shembull vjedhje dhe plashkitje? Pse te ata ndodhin fenomene negative? Përgjigjja shumë e thjeshtë, jo krejt muslimanat janë musliman si duhet, edhe për këtë shkak përderisa ka në mesin e tyre njerëz me iman të dobët, ka edhe vjedhje, ka edhe grabitje, ka edhe telashe, ka edhe probleme, ka edhe hile, ka edhe mashtrime. Ti mos e çon më larg mesin ton. Edhe na këtu në këtë popullin ton jemi këtë musliman në këtë vend ku jetojmë. Mirë po të na ndodhin, dikush vjedh, dikush mashtron, dikush bën hile, dikush rren, dikush si kusa ndodh këtu të na, po ata arsjeton dhe po të na nuk kena shumicë, nuk qeverisim na. Po një pjesë qeverisis e kanë tonë. Mirë po, edhe ai po të rren, edhe ai po të mashtron, edhe ai po të vjedh, edhe ai po nuk i plotson premtimet e veta. Qashtu sikur se ndodh të na me muslimanët e këtu, ndodh edhe në botën arabe, nuk ka dallim. Se feja nuk është veç e arabëve. Feja është e secilit musliman. Kush don me majt e man, kush don se man. Kush e man fiton dunjën e ahiret, kush e man dënohen dunjën dhe në ahiret. Andaj kjo është një meselë e rëndësishme me kuptu, pra pas ka dallim në mes besimtarve edhe pas ka klasa dhe kategori. Dikush është kategoria e lartë,
klasa e lartë, dikush është e mesme, dikush është e dobët, dikush është me emën, a me vepra s'ka lidhje me iman. Andaj dikush e ka emrin musliman, familja ka dhënë emrin musliman, ama s'ka lidhje me besim, nuk beson as Allahun, as pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as ditën e ringjalljes, as xhenetin, as xhenemin, ai emrin e ka musliman. S'ka lidhje me islam. Dhe fatkeqësisht shpesh na ndodh neve me pa në televizor apo me ndëgjue njerëz që prej islamit veç emrit e kanë musliman, bile dikush edhe emrin se ka musliman, ama jep të drejtë vetes me fol rreth islamit. Edhe me na kallëzu neve që falemi, që lexojmë, që studiojmë, që ka 20 vjet i kena bërë studime në islam, me na kallëzu neve cila është rruga e xhenetit e cila nuk është rruga e xhenetit. Me na kallëzu neve cili është islami i mjaftueshëm edhe cili nuk është islami i mjaftueshëm. Ata e marrin këtë drejt edhe këtë guxim me na fol neve rreth islamit. I themi na falimi nerës, jurit nera, po kjo punë i ka të zotët e vet. S'ka nevojë një publicist, një gazetar, një njeri që ka fakultetin e filozofisë apo shkencave të ndryshme apo letërsisë, me ne kallëzu neve për rregullat e kësaj feje. Kjo fe i ka të zotët e vet, i ka dietarët, i ka ulemat të kalumen. Edhe sot në mesin e popullit shqiptar që kanë marrë përsipër dhe ja kanë bërë vetes detyrë, me ne kallëzu neve cili është minimumi i islamit, çka është e mjaftueshme me hyrje në xhenet, edhe cilët janë veprat e mira që i ka detyrë dhe obligim një musliman, dhe cilët janë veprat e mira që është mirë t'i bën një musliman. Mësimi i dytë që del nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam, se imani, besimi që ka fjalë dhe vepër, shtohet me vepra të mira dhe paksohet me gjunahe dhe mëkate. Andaj ai që pin alkool, ai që nuk agjeron Ramazanin, ajo femër që nuk mbulohet me shami, ata që s'falen, këto gjunahe ja dobësojnë atij imanin. Dikujt ja shembin krejt e i metet veç emri musliman, e dikujt ja lën temelet, ama kur gjë për mi tokë si ka dalë shesh. E s'munësh me thonë ti unë kam shtëpi të madhe dhe të mirë, veç me emrin shtëpi. Me pru një maket të madhe, një maket, edhe me vnuan në vendin trollin tanë, me thonë e kam një shtëpi unë, a thot dikush për hajër shkëv shtëpia, e merr një maket të madhe edhe vnon të trulli jot ku e kia dhe thu unë e kam shtëpi. A të vjen dikush me ta bëu për hajër shtëpi? A të vjen dikush me të bëu hedije? Si ki dalë shtëpi të re, kur kush nuk vjen? Thot kjo është maket, nuk është shtëpi. Shumë musliman të na, shumë politikanë, shumë intelektuale, shumë gazetar, i thejnë vetës musliman veç me maket islamit, veç me emën, edhe me prej ardhe për familjes muslimane. Asgjë prej islamit nuk ka. Andaj, imani, besimi në Allahun dhul xhelal dhe të qenurit musliman, qenë ka fjalë edhe vepër. Shtohet me veprat mira, me namaz, me agjërim, me sadaka, me bamirësi, me respekt të prindërve, me respekt të pleqve, dhe paksohet me gjunahe. Dhe them përsëri, ato gjunahe kanë mundësi me e paksu imanin, që me lënë themelet e imanit, a mës me e lënë ndërtesën për mi tokë, dhe ka mëkate që e shemin krejt edhe themelet ja prishet, si metet nga islami asnjë sen. Sikur se ndodhë dhe më thonë, sot na jemi dëshmitar se në emën të arkeologjisë, të gropimeve arkeologjike, të hulumtimeve arkeologjike, vinë njerëzit të pushtetit, edhe koha i ka shem murët e shumë objekteve historike të muslimanve, e vinë ata në emën të gjurmimeve arkeologjike edhe themelet e atyre objekteve historike muslimane i tretin dhe i zhdukin. Kështu ka ndodhë, 1963 në tërmetin e Shkupit, tërgojnë dëshmitarët e gjallë, që nuk është shumë largë 63-shi. Tërmeti nëse i ka kris xhamia, do më është qa muri i xhamis për tërmeti, tërmeti i madh. Ata, do më të njëzit të i dhonë ndihmën e parë të lënduarve në tërmet,
Njerëzit që kanë sundu këtë shtetë në të kohë, i kanë marrë buldozerat e kamionat edhe i kanë prish këtë më njëherë. Ta shpizhen rastin që ai muri i qamë ma mos tjetë. Edhe normalisht pas e kanë lu me bari, u bo park edhe, e mas një kohë pas e ata, qatë vend, gjami se kanë bo palat të drejtësis. E zbohat e o palat të drejtësis. Pse se në start është bo me hile, është bo me vjedhje, është bo me keq përdorim. Zbohat, ba djava, 100 vjetë të ra e gjokës. Shka të du është banë, ke me hupë. Jeta nuk sosët me një ditë e dy, e gjatë. Mirë po, disa njerës mundohen që edhe themelet e objektive tona historike, ti tjetër sënë edhe dali shpesh thëjnë për shemë në themelet e kësaj gjamije pas ka pas kishë. Edhe bile këto muhabete pasaj i gëlltisin, edhe disa politikanë në më thonë të shqiptarëve me emra muslimansh, edhe i prezentojnë në publik si fakte, si gjërat të vërtetuara, thjesht spekulime, edhe nuk ka muhabete. Do thotë imani ka themel edhe ka gjëra të dukshme mbi tokë. Gjunat ka mundësi mi shem këto gjërat e dukshme mbi tokë dhe ka mundësi mi shem edhe themelit e mësmemet nga islami asgjë të këti. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith, është se i bëhet detyrë dhe obligim muslimanit të bën luft me veten e tij, që të arrijë në gradat e besimtarëve të fuqishëm dhe të plotë. Po kjo është obligimi jonë të nderuar vëllezër, na që jemi në xhami dhe ata që na përcjellin jashtë. Që secili t'i bën vetes plan, program ditor, javor, mujor, vjetor të ngritjes së vetvetes së tij në nivele dhe stadiume më të larta se ato që ka qenë më herët. Dhe mos lejon asesi sprovat, fitnet, armiku i tij shejtani ta ngadalson udhtimin e tij dhe ta pengon ngritjen e tij. Dhe kjo fatkeqësisht po na ndodh. Po na ndodh neve muslimanëve të ri edhe të vjetër. Nis ofanzivën e ngritjes, e ngjitjes së lartë e forcimit, edhe dobësohet imani, dobësohet vullneti, del përpara shejtanit, del përpara dunjoja, edhe ti nalesh e para pas e fillon merrat e poshtë. Pra çak duhet me pas ti plan program që mos merrat e poshtë, që vazhdimisht dal nga dal më ngrit përpjet më bë prej kategorisë së parë, besimtar i fuqishëm, edhe i plot në imanin e tij, në diturinë e tij, edhe në takatin, forcën fizike të tij, sikur se e sqaruam në mësimin e para këtij. Porosia dhe mesazhi tjetër që del nga ky hadith është se besimtari i mençur është ai i cili bën bashk forcën e imanit me forcën e sultanit. Me forcën e imanit, me forcën fizike. S'mundet, dhe më thonë, ti me pas imanin e fort, veç edhe me shku në luft pa armë, pa ushtri. S'mundet ti me shku me thonë që unë dhe ta fitoj betejën dhe luftën, veç me imanin tem që e kam. Sepse Allahu Dhul Gjelal besimtarve më të mirë në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sahabëve, shokëve të ngushtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shka i thot: "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Përgatituni me sa keni mundësi dhe forcë. Dhe merrni me veti kuaj të luftës, që do të rreshtoni me to armiqtë e Allahut dhe armiqtë e juaj. Për të thonë, ai sahabëve që kanë qenë njerëzit më të mirë në umetin e Muhamedit, sepse tha, mjafton imani juaj, edhe dilte pa shpatë, e pa shtizë, e pa shigjet, e pa prazmore, e pa kali, dilte luftohet me duar thapë. Andaj muslimani i mençur është ai që i bën bashk forcën e imanit edhe forcën fizike, edhe kështu pastaj del në ballafaqim
Mirë po, dy skajet janë gabim. Nëse na themi, sikur se tregojnë një mohabet pleq, se kenë se Ataturku e tash e festojnë, e përkujtojnë këtë njeri, kur ka ardhur ai, pas ka gjetë hoxhallar këshi e të presht, i ka thonë hoxhallarëve, hajde ju shim në dritën me dua. E ata s'kanë mujt me shim, e kanë nxjerrë Altin edhe i ka dhënë Alti, ka thonë që kjo është forcë, jo që thëni. Kjo është trillim, nëse ka pas dikush për hoxhallarëve pa shkollë, që ka thonë kësi lafe pas, se ulemat i kanë shëru mati këto mesele. S'ka me të puna Ataturki me në kalzu neve se a duhet forcë fizike për me shim, apo me ka ditën, apo nuk duhet. Se këtë dënjojnë e din se rryma prodhohet me forcë. Qarkullim turbinave që prodhojnë, në më thonë, rrymën edhe ajo që prodhohet me forcë, nalet me forcë. Dhe këtu s'ka shumë filozofi. Mirë po, normalisht paraqiten të musliman këtë shkuptimet të gjërave. Dhe ka një kohë që dikush të mjafton veç imani me fitu betejen, që pastaj me na dal ekstremi tjetër, me thonë mjafton veç forca fizike me fitu betejen. E na u themi jo të parve edhe jo të dytëve. Edhe kjo është gabim, edhe kjo është gabim. Për me fitu betejen duhet bashkë me konë forca e imanit me forcën fizike. Si të janë bashkë, je fitimtar nga dhimbtar. Si nuk janë bashkë, je dështues. Edhe këto argumentet fetare, Kur'an dhe Sunet që na mëson, ajeti që lexova pak më herët na mësoi për me pas forcë fizike, hadithi që përmendëm edhe sot, edhe në dersën e kaluar na tregon që të me pas forcë fizike për me fitu. Edhe këtu s'ka shumë filozofi. E s'ka nevojë neve Ataturki marrë në kallzu këtë mesele. Na kemi Kur'an dhe kemi Sunet që ne ka kallzu këtë punë shumë mirë edhe shumë qartë. Gjithashtu, premtime dhe porosive që i nxjerrim nga ky hadith është se forca dhe dobësia kanë të bëjnë me njeriu që lufton me veten e tij, pastaj mundohet përpiqet të ruan ibadetet e tij, të bën vepra që u bëjnë dobi njerëzve dhe t'i mbron ata nga veprat që u bëjnë dëm atyre. Kjo është këtë koncepti i gjihadit në jetën e besimtarit. Luft me veten, me nefsin e tij, me shejtanin e tij, me pasionet e tija, që ai të mbetet në rrugën e drejtë. Pastaj luft për të vazhduar në ibadete. Sa herë kena me ardhur në xhami, një herë edhe kryet puna? Jo, kena me ardhur një herë, fillimisht 5 herë në ditë ka namaz. Pastaj çdo javë, pastaj çdo muaj, pastaj çdo vjet, sa ti më gjallë. Pi 15 vjet kur të him biologje, derisa ti më gjallë kena më u fal. Kjo është kjo punë, s'ka fund. Pse? Se frymarrja a ka fund, s'ka fund. Ushqimi a ka fund, s'ka fund. Sa ti më gjallë duhet me marr frym, sa ti më gjallë duhet me ushqy. Ashtu sa ti më gjallë duhet me ushqy imanin dhe shpirtin tonë. Andaj luft me veten për të vazhduar vepra të mira. Pastaj luft me veten dhe me tjerët për me bo vepra që u bëjnë dobi të tjerëve. Se nisesh me bo një të mirë, dikush nalet me të pengu. Thot, pse u thot, vjen dikush i pengom se ti e thu një fjalë të mirë, e jep një udhëzim të mirë, dhe vjen, a i thot, ti s'ki me majt dërës xhami. Pse mi ka zu njerëzve punë të mira? Edhe kjo ka ndohë. Kalume, gjithë në edhim se janë pengu hoxhallar dhe ulemat, mi dhonë këshilla, mësime, ligjërata, porosi gjematit. E kanë pas dalume. Edhe për atë shkak deri frikë në shumicën e xhamijave në vendin tonë, hutbet janë recitue, vetëm arabisht, s'ka marrë vesh as xhamati, po ndoshta edhe ai që e ka recituar se ka kuptuar që e ka thënë. Atash elhamdulillah Allahu dhul xhelal që ndryshë situata, del hatibi në minber, del hoxha në qursi, edhe man ligjëratën dhe mësimin e tij, do thot atë dhe jep porosin dhe mesazhin e tij. Dhe për këtë shkak ka njerëz që dalin me të pengu ti me thonë të mirën, tash ti duhet të qenë i guximshëm, edhe trim, edhe me pas iman, me pas urtësi, edhe me pas dituri që me thonë të vërtetën. Le të kushton sa të kushton ajo. Se
Ka mëndo me dalë policia në komunikacion në të kryq. Aja ka rolin me bo, qka me bo? Orientimin e komunikacionit. Se kush ka me ecë për para. Nëse semafori s'punon, edhe policit mes del, po i vjen mare apo tutet me bo organizimin e qarkullimit komunikacionit. Qka ndodh? Lam, kërsh. Ndeshet më dhaja bohon. Tu konë policia ati. E tash, edhe na e kemi detyrë dhe obligim që të organizojmë qarkullimin dhe komunikacion e mendimeve dhe idejve në mesin e njerëzve. Dhe nëse na nuk e lujmë rolin tonë për të si jemi të thirur, me të regu se kjo shkon, kjo nuk shkon, kjo kalon, kjo s'kalon, kjo ban, kjo s'ban, kjo është me vend, kjo s'është me vend, kjo është e dobishme, kjo është e damshme. O dhe shka ndodh? Lom, kërsh, ndodhin ndeshjet të mëdha në qarkullimin e mendimeve, në komunikacionin e mendimeve dhe idejeve dhe qëndrimeve. E për tash, ka mundësi kanë herë me dalë në i budalla dhe me të shkelë, dhe ti si polisa, ka mundësi. Ama ti duhesh me konë i përgatitun me u ballafaqu me atë rrezik. Për çka? Për hir të këtë atyre që kanë vetura dhe qarkullojnë komunikacion me veturat e tyre. Edhe na kemi detyrë dhe obligim me që të përgatitur mu ballafaqu me as i budall, kur na mundohemi që të luajmë rolin e orientuesit të qarkullimit të mendimeve, botkuptimeve, qëndrimeve dhe gjërave që ballafaqohemi na vazhdimisht në mediat tona, në gazetat tona, në mohabetet tona e kështu me radhë. Dhe e kemi detyrë dhe obligim me i mbrojt popullin ton prej mohabeteve të gabume, qëndrimeve të gabume, llafeve pa vend. E kemi detyrë dhe obligim, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Thot mos bëhet shkak friga prej njerëzve apo friga prej rrezikut, mos ta thoni të vërtetën apo mos veproni me të vërtetën. Edhe kjo vlen për secilin musliman, sidomos për hoxhallarët edhe më shumë. Për intelektualët edhe më shumë. Nëse na nuk e themi të vërtetën, edhe frigohemi prej njerëzve apo prej rrezikut, atëherë dobësohet e vërtet apo zhduket. Nëse intelektualët nuk e kanë guximin intelektual me thonë të vërtetën dhe me mbrojt atë, atëherë dobësohet e vërteta edhe ose zhduket, madje e kota shndrohet në të vërtetë dal nga dal. Edhe kjo është obligimi intelektual që e ka secili njeri, po edhe secili musliman me thonë të vërtetën, edhe nëse është e idh, edhe nëse është kundër nesh në shumë raste. Premtimeve dhe porosive që mirën nga ky hadith është se njeriu duhet të jetë i kujdesshëm vazhdimisht dhe të mundohet të afron të vetja ti atë që i bën dobi, sidomos atë që i bën dobi në fushën e imanit. Kjo është musliman i mençur, i cili lexon atë që i bën dobi, i cili rrin me atë që i bën dobi, i cili e bën një punë që i bën dobi atij në dunjë dhe në ahiret. Njeri i mençur, musliman i mençur është ky, që lexon dhe mëson atë që i bën dobi, bën dhe vepron atë që i bën dobi dhe rrin dhe jeton me atë që i bën dobi. Dhe kjo nuk duhet shumë shkollë për me ditë këtë punë. Ama fatkeqësisht e kundërta po na ndodh shpesh. Lexojmë dhe ndëgjojmë atë që na bën dëm, bëjmë dhe veprojmë atë që na bën dëm, dhe rrim dhe jetojmë me atë që na bën dëm dhe shpesh herë ndoshta e përkrahim dhe ndihmojmë atë që na bën dëm. Andaj kemi detyrë dhe obligim me i kuptu këtë gjëra dhe mos mi allon përkrahin dhe ndihmën atij që na bën dëm. Se përndryshe je pjesëmarrës në atë gabim dhe në atë zullum që ai e bën sepse ti e ke ndihmuar dhe e ke përkrah. Premtime dhe porosive që na dalin nga ky hadith është na tregon ky hadith një mënyrë, një ilaç, një mënyrë të shërimit se si njeriu i te i kalon ndodhit në jetën e tij që i vinë nga përcaktimi i Allahut, që janë jashtë planifikimit dhe fuqisë së tij. Por ti s'e ke planifikuar atë punë. As ki fuqi më mbrojt nga ajo punë. E ndodh. Ky hadith neve na tregon një
ilaç, një mënyrë të shërimit. E çka është ajo? E para është i dorëzohemi vendimeve të Allahut. Dikush ka me thonë, kjo shumë, po ti po i dorëzohesh vendimeve të njerëzve. Ti po thua çka thënë ata tamam. Ti s'po ki guxim dhe vullnet me dal karshim vendimit njeriut si ti. E ku pika e po e merr guximin dhe fuqinë me dal karshim vendimit të Allahut për xhelal. Andaj, ku ndodhi të pa planifikuar që janë jashtë fuqisë tënde, atëherë çka? Dorëzoju vendimit të Allahut për xhelal dhe bëu i kënaqur me përcaktimet e tia, sepse çdo vendim i Allahut dhe përcaktimi i tij për ty është hajër, dunja apo në ahiret, e kupton ti apo se kupton ti. E para, e dyta, mos e shikot kalumen, mos e analizon kuptimin se ta kisha bën ndryshe, do të kishte ndonë ndryshe. Pse e ka kalu? Ti nëse fillon me qajt kalumen, se në ndryshon atë, ndryshohet të tashmen nëse do me të ndryshu e ardhmja. E kalumja ka shku, ti mund është veç pësim me marë. Ndryshohet të tashmen që e ki ndorë, nëse do me të ndru e ardhmja që të vjen, ama ti me fillu me qajt kalumen, se kurse ndodhë shpesh me musliman, me disa për muslimanve. Ina konë, kina pas, kina bon, o vlavje, ma e ka kalu, ka shku. Sot ti qka jetë e bon. Edhe i gjenë njerëzit, për shumë, baba e më konë, e di kush imi konë na, e di na kush imi konë një, edhe thash kush je. Andaj një për e thot, lejse l'feta men kale kane gjeddi wa ebi, inneme l'feta men kane ha e në dha. Nuk është bura që thot ka konë baba e më konë gjyshem, për bura është a që thot që kush jam unë. Edhe na du të me bytë vetën tonë, se cili kush je ti sot. Lejë kush e konë baba jatë, gjyshi jatë, kush e një konë një familje madhe, e fort, e pasën. Ka shku, ka kalu, ti kush je sot, sa vlenë sot ti. Qka bënd ti sot? Edhe umet islam përgjësi para qëtë mjëtë. Ti sot qka jetë të bo për këtë fej, për këtë din, për këtë umet, për këtë vend, për këtë vatan, për këtë milet. Lejë ti kush e konë që kanë bo për para. Tilke umetun ka të khalet, janë popu që kanë kalu, kanë shku. Leha ma kesebet, wa alejha me këtesebet, që kanë bo mirë, kanë fitu, që kanë mo keshje, e kanë fitu gjithashtu dënimin për ta. Andaj ti pytesh për të tashmen, që ka me ndiku pa dyshim të ardhmen, me lejen dhe ndihmën Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo do më thonë, është aje po të kisha bë, sa jo që ldet në shetonë. Andaj që do më thonë, kadder Allahu, wa ma sha'afal. Kjo pas ka qenë përcaktimi Allahut, e Allahut qka të donë, aj e bënë. Prepsimeve dhe porosive që i marim është se nëse njëm keq ardhe nga e kaluara, atë mos të përsëritim atë. Thjesht, ti a ke kuptu që ke ka bu të kalumen, mos e bënë më njësoj, jo ti nalësh me qajtë. Mjaftën për ty që ti mos të përsëritish gavimin e të kaluarës. Dhe mundohu që ta kompenzosh kaluarën, duke qenë i kënaqur me caktimin e Allahut dhe duke i shtu veprat e mira në ditë që i ki, edhe në ditët që të vinë. Gjithashtu për mësime dhe porosive, është që i marrë me kjo ditë, është se shejtani ka shumë kurthe dhe shumë hile. Dhe për kurthe dhe hile të shejtanit, që ja dëmtojnë zemrën, edhe e mërzisin, është mja kujtu të kalumen. Pse mikja e shansë? Si nuk e ka pa atë shansë? Pas pata unë e men me nuk e të punë më mirë. Edhe fillon e analizon të kalumen, mërzitit për te, qanë atë, ajo e dembelave, pasivizon, e demoralizon, e deinkurajon nga shfryzimi i shansave që i kinë disponim. Andë i menquri është që edhe dështimin e shëndron në sukses. Shikoni? I menqur është ai që edhe dështimin e shëndron në sukses. E jo ai që nalët me vajtu të kalumen edhe zbon asë një send. Pra që kjo është metodë e shejtanit me ta mërzit zemrën, edhe me dëmtu e ty shpirtnisht, edhe me demoralizu nga vazhdimi në veprat e mira. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që i nxjerr ky hadith, është një prej rregullave të mëdha të besimit islam, besimi në kader, në përcaktimet Allahu qoftë për të mirë apo për të keqe, dhe se nëse Allahu don me i ndodh diçka njeriut, nuk ka kush e kundërshton vendimin e Allahut.
Nuk ka kush i del karshi vendimit të Allahut. Andaj njerëzit shpeshherë gabojnë, për shembull ndodh një fitore e madhe e popullit ton shqiptar, edhe ata vrapojnë me lidh këtë fitore me njerëzit. Mos me paskon filan forca, nëse se që mi konë të lirë, për ka dalve ka diçka që është për mjatë forcë. Sa e forcë ka mujtë me reagu edhe para 5 vjetëve, edhe para 10 vjetëve, po s'ka reagu. A e forcë ka qenë forcë edhe para 5 vjetëve, edhe para 99 ka qenë forcë. E problemet e popullit tonë s'kanë fillue 99-ën, kanë qenë 88-ën, e kanë qenë 89-ën, e kanë qenë 68-ën, ka 74-ën, e kanë qenë 68-ën, e kanë qenë 55-ën, e 57-ën, e 44-ën, ka pas probleme për herë, po që të forcës kanë reagu për ty, deri kur Allahu Dhul Gjelal u ka mush mendin atyre, që ata me reagu në atë kohë, në interesin me favorit tanë, për hesapet dhe planifikimet e tyre. Ama, kur don Allahu me ndodhë diçka, mos me ndonë dikush se mundet mi dalë karshi vendimit Allahut. E me e zmbrapë sa atë vendim, e me ndryshu atë vendim. E prej vendimeve të Allahut për këtë popull shqiptar, është me pas musliman, edhe me pas hoxhallar dhe uleman këtë popull, e me pas gjim islam këtë popull, edhe pse dikujt i pengon, edhe pse dikush e alarmon, edhe pse dikush mundohet me nal këtë hov edhe këtë këthim. Mirë po Allahu ka dashi pës asoj që e shojmë na, se në këtë popull ka me metë kë islam. Sa me e madhe po bëhet lufta, aq me i madh po bëhet interesimi. Sa ma shumë po i bin topit, qaq ma nalt po kësen topi. Elhamdulillah Allahut. E lusim Allahun vazhdimisht në akzon me të mira, në e bkhejë dhe bereqen dunja dhe në khejt. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir dawan.